Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjën se Virgjëreshës. Sot do lexojmë apo do marrim një mesazh nga letrat Oracle që quhen telepati dhe mesazhi juaj është wow Virgjëresha, happy. Happy, lumturia apo i lumtur. Mesazhi i kësaj letre thot: përqafon lidhjen tënde plot dashuri dhe jetoni i lumtur. Por më thellë se kaq, kjo letër është një ftesë nga universi për të mos i ndëlikuar ndjenjat, për të mos u friksuar nga lumturia. Ajo ju rikujton që kjo ju kujton dhe ju rikujton kur dashuria është e pranishme, qoftë në një lidhje romantike, shpirtërore apo edhe në vetë lidhjen me veten, atëherë lumturia është shumë afër. Duhet vetëm ta pranosh, të dashur Virgjëresh, dhe ta përqafosh. Por mesazhi i kësaj letre është: ndonjëherë ne kemi frikë të jemi të lumtur, apo jo? Si të mos jetë e qëndrueshme, si të mos jetë që sikur nuk e meritojmë, por kjo letër thot: po, ti e meriton. Po, është koha dhe po, kjo ndjenjë është reale. Çdo gjë që po përjeton është e bukur dhe shijoje. Nëse je në një lidhje dashurie, kjo letër të fton të shijosh plotësisht momentet me zemër të hapur. Nëse je në një proces të ndërtimit të një lidhje, ajo do të thotë se ajo që po lind ka potencial të madh të sjellë gëzim dhe gëzim të thellë dhe paqe në shpirtin e juaj të dashur. Do thot, universi ju thot sot: lejoje veten të jesh i lumtur. Lidhja që ndjen me zemrën tënde është reale, është e ngrohtë dhe ka ardhur për të sjellë dashuri. Mos e shty lumturinë, mos e largo. Absolutisht, as për nesër, as për mëtutje, por shijoje dhe jetoje tani.